Ime shktu të kjo. Po. Arben Ahmetaj. Po. Në arrest është. Po. Pa asnjë firmë dhe pa asnjë gjë konkrete për senatorin. Po. Kjo zonja për 190 milionë euro, pasohet e lirë, nuk ka asnjë mas siguri. Mirë kjo, po edhe varësit e saj asnjë mas siguri. Lem ta, se mendova që e serova pak, po çepo seroj edhe pak. Pra, kur prokuroria bën politik edhe në këtë rast. A ka bë politik? Patjetër. Domethënë, sepse ajo aty do të jetë, edhe Roma do të jetë aty, edhe protagonista do të jenë aty, po tash ndoshta ka konsideruar që Roma pak është më i afërt me këtë. Domethënë ti thua që prokuroria nuk arreston persona zyrtar të lartë në tyr pa e lëshuar Rama përpara. Ose shikon se çon edhe një gjë. Mos harron një gjë. Në momentin që atëherë vendos Rama, nuk do të thotë. Taktikat e prokurorisë. Radhën e vendos Rama. Se ne kemi një eksperiencë me prokurorë. Ne kemi një eksperiencë me prokuroritë e pavarur, pak më me siguri. Në momentin që madje për Ahmeta tha këtë që po të ishte një gjykatë, unë do bëja edhe shumë më shumë. Në momentin që prokuroria ka intervistuar Belindën, unë besoj. Pra, pak a shumë kështu veprojnë prokuroritë që janë pavarur nga politika. Ka intervistuar fare. Çka ka shkuar atje?